Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënimin të nësi të gojmë të Allah subhana të elosë dhe ati po gjojmë që të rafdrojt dhe të bekojt drugën e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzhjallë. Të ndovë dhe zërë, është një lloj keqkuptimi ose një lloj perceptimi i ngushtë ku shpesh ndoshta disa tema të fesë perceptohen kuptimin e saktë të përmbajtjes, po nuk perceptohen saktë në kuptimin e zbritjes së saj në jetën e përditshme. Edhe shpesh ndodh për shembull në fjalabiet e shtyllat e besimit, më shumë ne i shohim si teorike sesa diçka e cila na shoqëron në jetë. Ndaj kisha pas dëshirë sot teksa kemë folur për dy shtyllat e besimit, me ju shoqënu kjo domethënie, në kuptimin që këtu nuk janë thjesht diçka që recitohen mësohen edhe perceptohen shëndosh një herë ose ngjizën në zemër edhe ngelin aty. Jo, domethënë të shoqërojnë një jetë. Të shoqërojnë një jetë, sepse mos shoqërimi një domethënie një jetë, ndërkohë është e predispozuar për qenë e tillë, nuk kupton që nuk e kena marrë në frytshmërinë që realisht domethënë do duhej të ishte. Sot inshallah e kena dy shtylla të besimit, po që kena me përmbledh me një seri, me një ders që me përmbledh serien, do thonë kena me bëni përpjekje me qenë me një ligjërat, jo dy, edhe arsye pse kanë qenë bashkë shkaku që edhe kanë ndërlidhje sepse domethënë e kanë një lidhje të përhershme. Saktësisht kena me fol për engjëjt, po edhe për shpalljen. Për engjëjt dhe për shpalljen, nga që këto dyja shkojnë realisht domethënë bashkë sepse edhe në Kur'an realisht vinë në këtë radhitje. Për shembull thot Allah subhanahu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Të gjithë kanë besuar në Allah, në engjëjt dhe në librat e tij, domethënë në shpalljen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Mirë po devotshmëria është me besu Allahun, me besu ditën e fundit, me besu engjëjt edhe me besu domethënë librin. Kështu që engjëjt edhe librat e shenjtë ose librat hinor zakonisht domethënë vinë për binjë tjetër, sikur është atë hadithi i Xhibrilit, hadithi e Abu Hurajrës te Imam Buhariu Muslimi e kështu me radhë. Engjëjt në gjuhën arabe al-malaika, shumë si fjalës melek, e kanë përardhën për fjalës aluka. Edhe këtu është një ndërlidhje mes të dërguarve dhe engjëjve. Aluka arabisht nënkupton mesazh. Aluka nënkupton mesazh, që i bie domethënë sigurisht te rusul, rasul, risale, që risale është mesazh, edhe malaika, melek, aluka është mesazh. Edhe engjëjt edhe profetët, të dytë e morin emrin prej mesazhit. Të dytë e morin emrin prej mesazhit. Mirë po, tek profetët koncepti mesazhit është mesazhi drejt për drejt tek njerëzit, kurse tek engjëjt mesazhi e ka kuptimin e delegimit. Domethënë engjëjt, nëse mumi me thonë çka janë engjëjt, janë të deleguarit e Allahut. Allahu i delegon engjëjt për me kry punë. Engjëjt i delegon për të kryer domethënë punë që Allahu azza wa jalla i ngarkon, edhe pastaj domethënë kryesisht rolet i kanë të tilla. Ndaj Allahu subhanahu wa taala kur flet për engjëjt thotë ja'ilil malaikati rusula. Allahu është ai i cili ka bërë engjëjt të dërguar, të deleguar. Se kjo është koncepti kryesisht që domethënë mirë me të ndaj thotë Sheikhul Islam Ibn rahimullah, thotë që engjëjt janë në një farforme ata të cilët i zbatojnë domethënë ato detyrat e mëdha, edhe rrjedhimisht e zbatojnë në kuptimin e delegimit. Për shembull, Allahu xhel i merr shpirtat, Allahu i merr shpirtat, ose ai që merr jetë është Allahu, ai që jep jetë është Allahu. Mirë po ka delegim. Domethënë e delegon engjëllin për me fry shpirtin, e delegon engjëllin për me morën, domethënë shpirtin. E kështu me radhë. Domethënë ose engjëjt që vinë me na shkujton fjalabia për shembull veprat e tona është një lloj delegimi. Është një lloj, domethënë, delegimi edhe marrja e një përgjegjësie. Çka besojmë për engjëjt? Besojmë që ekzistojnë, janë krijesa prekesave të Allahut subhanahu wa taala. Po ne shumë thelbësor me besu për engjëjt fillimisht. I bindën Allahut dhe adhurojnë Allahun me përkushtim. Domethënë, nëse kish ngel kuptimi i delegimit, pa kët, atëherë më shumë ishin konën krijesa që nuk kena shajë marr shembull të ato. A është qartë? Po, domethënë, ata kryjnë detyra edhe nuk mundën me dalën prej nënshtrimit që janë domethënë të programuar për të nështruar Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po megjithatë tek këto ne e kena shembulltyrën. Tek këta domethënë e kena shembulltyrën. Thot Allahu subhanahu fa in istakbaru falladhina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahari wa hum la yasamun. Nëse këta ngren krye, nuk bën ibadet, dijeni se ata që janë tek Allahu, tek Zoti yt,
Ata domthon ditë natë bojnë hamd Allahut, i thurin lavdë dhe adhurojnë dhe kur nuk plagështohen. Domthon pse kuptimi po vjen në këtë paralelën, kuptimin që domthon ata që duhet mu kanë në nudhën e drejtë i kanë engjujt, domthon shembulltyr. Shënoi Imam Ahmedi edhe Ibn Majah. Sheikh Shoaib thotë që hadithi është hasan për Abu Dharr, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atat as-samaa'u wa haqqa laha an ta'id. Thotë qielli ka filluar të nxjerrë një zhurmë dhe ka pse me nxjerr atë zhurmë. Thotë ma fiha mawdi'un arba asabi illa alayhi malakun sajid. Thotë nuk ka një hapësirë prej 4 gishtash në qiell vetë se është një engjëll duke i bërë sejdë Allahut subhanahu wa ta'ala. Kështu që shumë përshkrime që vijnë për engjëjt. Apo krahas roleve dhe delegimit, thelbi dhe theksi është domthon për me nxjerr shembulltyrën e të qenit rob i përkushtuar ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. E shohim Muhamedi Muslimi për Jabir ibn Samura. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është drejtuar ka sahabët, edhe ju ka thonë ala tasuffuna kama tasuffu al-mala'ikatu 'inda rabbiha. Ka thonë a jeni të interesuar të drejtoni safët çish i drejtojnë engjëjt safët tek Zoti i tyre? Do thonë është një narrativ profetike që me nxjerr si, domethënë, intens të ekzistencës së engjëjve me ne kallzu neve shembulltyrën. E sidomos mos me pas kur në harrez, domethënë engjëjt shembulltyr, ndërkohë që janë të falur, ndërkohë që nuk kanë gabime, ndërkohë që nuk kanë predispozit për xhehenem. Është qartë, domethënë, ndërkohë që ata s'dinë as gjuna me bë. Do ta porrështoheni sikur se rreshtohen engjëjt tek Zoti i tyre. Fa qulna ya Rasulullah wa kayfa tasuffu al-mala'ikatu 'inda rabbiha? O ju Allah, çish radhitën e safa engjëjt tek Allah, i thotë yutimuna as-sufuf al-awwal wa yatarabbasuna wa yatarassuna fi as-saf. Do t'i plotësojnë safat e para dhe pastaj do të thonë shumë afër njëri tjetrit edhe do të thonë ngushtohen. E shohim Muhamedi ibn Buhariu për Abu Huraira sallallahu alaihi wasallam, idha amana al-imamu fa aminu, fa innahu ma wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ikati wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kur të bëja amin imami, thunë ju aminin bashkë me imamin, sepse nëse amini juaj shkon në përputhshmëri me aminin e engjëjve, ju falen mëkatet. Tash për shumë njerëz amini është një procedurë, është një rit prej riteve. Po me bëme hin man thellësi, shkoj ka domethënë puna derisa mu të fal gjunat. Imagjino shkon e fal akshamin me idenë e falës së mëkat. Për shembull, nata është më shkon ta zon me fal namazin e akshamit me ndjenjën e shumë fishimit të shpërblimit, ose me shku me ndjenjën e shfaqësimit të vetvetes nga cilësitë e nifakut. A është kjo për neve aksiomatike në kuptimet e tona fetare? Po. Me thonë, e kam motiv me shku me fal namazin me xhamat, pikërisht që me kapën aminin e engjëjve. Kërkesi transmetohet për dikë prej të parëve tonë të mirë, që i ka ikë namazin me xhamat dhe pastaj ka shkuar dhe ka përsërit një namaz nafile 27 herë. Në pastaj ka pa dikë në ëndër që i ka thonë po ti e përsëritë, po çat aminin e engjëjve ti kush ta kompenzon? Ti domethënë në shifër, në numër, domethënë ekziston një lloj bereqeti këtu. Ekziston një lloj bereqeti që nuk matet kjo me 27 si shifër, po diçka më e thellë se sa domethënë thjesht kjo. E shënoi Imam Buhariu Muslimi pe Abu Huraira sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar. Ndrohen me ndrrime vijnë tek ju dhe ju përcjellin engjëj të natës dhe engjëj të ditës. Wa yajtamiuna fi salati al-fajr wa salati al-'asr. Edhe bëhen bashkë namazin e sabatit dhe namazin e ikindis. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Ata të cilët kanë nejt natën me juve ngritën te Allahu dhe Allahu i pyet ndonse di më mirë se si ju kanë qenë robët e tij, thot kayfa taraktum ibadi, thot shihni lon robët e mi, thot thon ata engjëjt taraknahum wa hum yusallun wa ataynahum wa hum yusallun. I kena lanën, teksa kemi shku, i kena gjetë tu fal, i kena lanë tu fal. Që kjo hadith? Shkon thelbi këtij hadithi? Thelbi këtij hadithit në kuptimin që ai që për ty është shumë madhështor, edhe ti bësh gati për shpërblimin e tij dhe kënaqësinë e tij, i ka disa të deleguar. Ky deleguari nuk të këshyr domethënë në senet e tjera. Në tjerat nuk intereson ku je ti ku si. Intereson apo gjend të i bëj ibadet Allahut, edhe kur po shkon apo të le të i bëj ibadet Allahut. Për këtë arsye këto dy vakte, namazi i sabatit dhe namazi i ikindis, e kanë këtë peshën e veçantë që e keni dëgjuar për ligjëratat të nëntë hoxhallarëve. Domethënë ka shumë esencë të madhe ose një shpyr të madh ikinia dhe sabahu, pikërisht shkaku që të deleguarit e Allahut shkojnë me përcjell muhabetin e Allahut dhe gjendjen tënde. Domethënë i kena lënë ibadet, i kena gjetur domethënë në ibadet. Kështu që ky hadith më shumë se na tregu çka bojnë engjëjt, na tregon çka duhet na bëjnë me bona. Më shumë se na ka thonë çka bojnë melekët,
na tregon çka duhet domethënë me bë domethënë. Na e sidomos shpesh përshkrimi ka të bëjë me e shpërfaq thelbin e vlerave të caktuara fetare. Për shembull, e shohim Buhariu për Abu Huraira sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaika yatufuna fi at-turuqi yaltamisuna ahla adh-dhikr. Qad Allah azza wa jalla ka disa engjëj që shëtiten nëpër rrugë duke hallakat me gjet ku janë njerëz të dhikrit, ku janë njerëz që janë mbledhur diku me mësu për Allahun, me knu Kur'an ose me ngu ders e kështu me radhë. Thot feidha wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Thot si gjejnë dikun që janë mbledhur njerëz me ngu ders ose me mësu ose me përmend Allahun subhanahu wa taala, thonë hajde mbledhnu se i gjetëm çka na tu kërku. I gjetëm çka jemi duke kërkuar. Fa yuhfunahum bi ajnihatin ila as-sama'i ad-dunya. Thot vinë edhe i mbështjellin këta dhe i mbërthejnë me flatrat e tyre deri në qiellin e dynjos. Kjo për ne është gaj për na besuar. Nëse Allah është i kënaqur me çka të mëjlis, edhe kjo është duke ndodhur. Nëse Allah është i kënaqur, edhe kjo është ndodhur. Thot fa yasaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Pastaj Allahu i pyet këta engjëj, edhe pse di më së miri çka po thojnë robërit e mi. Fa yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yamjidunaka. Do të Zot po të thurin lavdë, po të lavdrojnë, po të madhnojnë, edhe po të thurin fjalë lavdije. Fa yaqulu hal ra'awni. Allahu azza thot am kanë pa ata mu? Thonë la wallahi ma ra'awk. Thot jo pasha Allah nuk kanë pa. Wa kayfa law ra'awni? Po si kishin gjendje ty nëse më kishin pa? Thot law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa akthara laka tasbiha. O Zot më të pas pa, të kishin bë më shumë ibadet, më shumë tasbih, më shumë tahmid, edhe më shumë tekbir. Që i bie sa që është Allahun, do të më të shty ibadeti. Edhe pamja Allahut nuk është vetëm pamja e vërtetë që kena me pa definitive absolute kur ta shohim Allahun kur timin xhenet. Allahu shifet me ilm, Allahu shifet me atë pamjen edhe atë vizionin e zemrës. Është ajo njohja që çfarë që të shtohet njohja, do të më të shtuë ibadeti. Çto engjëjt e din. Engjëjt po na mojnë ders. Domthonë me çiket hadith Resulullah sallallahu alaihi wasallam na ka thënë çysh janë perceptimet e shnosha engjëllore. Ku na i shtohet ilmi, i shtohet ibadeti. E pastaj thot fama yasaluni. Thot çka po më kërkojnë? Thot yasaluna kal janna. Po kërkojnë xhenetin. Wa hal ra'awha? Thot a kanë pa ata xhenetin? La wallahi ya rab ma ra'awha. Thot jo pasha ty o Zot nuk e kanë pa. Fa kayfa law annahum ra'awha? Po çka nëse e kishin pa xhenetin? لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. Me bo me pas pa xhenetin. Ishin qenë më të interesuar, më lakmitar, edhe më të përkushtuar për me fitu xhenetin, Allahu subhanahu. Çe i bie, sa herë që ty të prezantohet xheneti, sa herë që ti njoftohesh me xhenetin, sa herë që e ke në vëmendje xhenetin, duhet më shtu përpjekja dhe serioziteti për me fituar xhenetin Allahu subhanahu wa taala. E pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, thot fa fima yata'awadhun. Për çfarë pune po kërkojnë mbrojtje? Thot minan nar, po kërkojnë mbrojtje prej zjarrit të xhenemit. Wa hal ra'awha? A kanë pa xhenemin? La wallahi ya rab ma ra'awha. Thot jo Zot, pasha ty nuk të kanë pa. Thot fa kayfa la ra'awha? Çka nëse e kishin pa xhenemin? Thot la ra'awha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafa. Thot më pas pa kishin hik më shumë edhe ishin tut më shumë. Nëse herë që njët ose derisa që i morëm javët e kaluara që përshkruajtën pak më shumë ahiretin, apo? Sa herë që njët vend xhenemit edhe frafia e saj, përshkrimi i xhenemit edhe rreziku i saj. Llahtaria e xhenemit edhe fryma e nxehtë e saj. Dosh me ik pi xhenemit edhe më tut. Edhe me ik edhe më tut. Pse u përmend ikja para frikës? Sepse shpesh njeriu ik edhe ku nuk ka qatë shumë detaje. Mirë po e kupton domethënë se kjo nuk është punë e vogël, kjo rrezik. Po pastaj kur shtohet domethënë dia, shtohet edhe frika më shumë, domethënë krahas domethënë ikjes. Pastaj thot fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Po ju bëj juve dëshmitar që unë kum fal ata. Edhe nëse kemë gjithë për Allahun, edhe ajo ndodh. E pastaj engjëll për engjëve thot fihim fulanu laysa minhum inma jaa li haja. O Zot, aty është njëri, nuk është i tyne, nuk është i dhikrit, nuk është i dersit, nuk është i hajrit, nuk është i hidajetit, nuk është i tyne. Më thonën, njët
e ki një lloj identiteti, e ki një lloj let njoftimi. Filoni djali filonit. Ose prezantohesh shoqni, në shoqnin ton kur të bëhet prezantimi çka bën, ku punon, edhe çfarë shkollë ki, apo? Sepse kështu na prezantojmë. Ekziston një lloj identiteti, një lloj let njoftimi të engjëjt, domethënë ky është i filan deshtit. Ky është i filan librit. Ky është i filan mezhlisit edhe filan xhamatit hajrit. Më thot, nuk oj tyne. Domethënë te engjëjt këta kanë identitet. Kush janë këtyne, kush janë nuk janë këtyne. I njohin. Thot fihim fulan, lejse minhum. Aty është njëri, nuk oj tyne. E pastaj Allahu te barekuhu teala thot humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Thot ata janë do burra, ata janë do njerëz të mirë, nuk i bë kërkuna keq me nejt me ta. La yashqa bihim jalisuhum, kush rri me ta, kush ulet me ta, la yashqa, nuk pikëllohet, nuk mërzitet, nuk e kap mjerimi. Domthon veç me nejt me njerëz të dhikrit nuk të kap pikëllimi. Po çu nuk me kap pikëllimi dhe mjerimi nëse ti je i tyne. Nëse je i tyne, nëse je identifikuar, domthon për engjëjt nuk je jabanxhin me xhliset e ilmit. Për engjëjt nuk je karkë. Jo, këtë e kena pas gjithherë, domethënë, këtë me xhlisën, këtë vend, edhe në këtë haj. Kështu që kjo hadith më shumë se më tregu çka bën engjëjt edhe Allahosi, nuk të na kallzu ku do të punon na. Edhe me xhliset e ilmit mi po me xhelozi. Me xhliset e ilmit mi po me mallështi. Me xhliset e ilmit mi po me dashni të madhe. Edhe domethënë me nxjerr në prioritet para shumë shkaje. Edhe me punu shumë për më konë aty, edhe nëse duhet me udhëtu, edhe nëse duhet me lënë kesh diçka dynjas. Do thonë veç me e pas konsiderat që do të bëhet mohabeti në qiell, të falën gjunohet. Edhe deli i pamjeruar, po deli i lumturuar me lenë Allahu subhanahu wa taala, dhe engjëjt kaplojnë me flatrat e tyne deri në qiellin e dynjas, domethënë, mjafton që kjo për mos më mungon njëri me xhliset e ilmit. Kështu që po duam të vizut se atë që ka thënë domethënie. Është një lloj rahatie, është një lloj përmbushje që ndoshta na zdimi na herë më dhon shpjegim. Amo është shkaku i pranisë së engjëjve pranë neve. Ndonjëherë në jetë shumë një është mirë. Shumë je i përmbushur, mundesh më kon shumë i lart, mundesh më kon pa gjumë, mundesh më pas gale, mundesh më pas borxhe, mundesh më pas prova, mundesh më pas ndoshta shumë rrethona shumë pafavorshme, që realisht ti do të duhet të ishe shumë i trazum, shumë i parahatum. Po e keni një lloj rahatie, një lloj përmbushje, një lloj qetësie të pashpjegueshme. Shpjegohet me praninë e engjëjve pranë teje. Është prapërsisht sikur kur rrin njëri mirë afër teje që ndihesh mirë. Është natyrshme kjo. Është domethënë një njeri shumë pozitiv, një njeri shumë i këndshëm, shumë i çmuar për ty, kur është afër teje që ndihesh domethënë mirë. E kjo është ajo pjesa që po thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fa yuhfunahum bi ajnihatihim ila as-sama'i dunya. Do të mbështjellin edhe i palojnë edhe i përthakojnë me flatrat e tyre deri në qiellin e dynjas. Shumë Muhamedi dhe Abu Daudi, shehshoi thotë që hadith është hasan për Abu Dardës. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Wa inal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talib al-ilm." Thotë engjëjt i shtrojnë krahët e tyre, flatrat e tyre, pikënaqësisë që kanë, pikënaqësisë madhe që kanë për atë i cili ka dalë me kërku dijen e fesë Allahu subhanahu wa taala. Thotë wa inal alima la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wal ard. Dhe për një dietar kërkojnë falje, shkakon qiell dhe në tokë. Domethënë një njeri është më i dëshëm, një njeri që Allahu subhanahu ka begatuar me ilm. Edhe që e ka misionin e ilmin. Domethënë atë çfarë vlerë ka? Vlerë që ka projekt në qiellin në tokë veç për faljen e mëkateve të tij. Është e qartë? Edhe pastaj njerëzit kur fjala bie vinë me xhliset e ilmit ose e ndjekin një varg mësimesh ose e ndjekin një varg ligjëratash, thonë është him ndryshe, dalmi ndryshe, është një botë tjetër, është një kënaqësi, është një rahatllëk. Ku ta kshysh ndoshta kushtet janë shumë modeste. Ku ta analizojsh ndoshta ka një 10 qindra vende tjera që domethënë 100 herë më të mira. Po aty është një diçka që ka mungon e që është domethënë qëllimi. Qëllimi aty nuk ka madhor që më shumë me pas si përmbushje. E qëllimi në këto vende është domethënë ilmi për Allahun subhanahu wa taala. Domethënë na e besojmë në gjë të tillë. Na e besojmë që engjëjt rrin para neve. Idh yuhi rabbuka ila al-malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu. Kur Allahu azza wa jall mbetejat që kanë pas sahabët, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu azza wa jall i shpallte engjëjve, kur i shpallte engjëjve, unë jam me juve dhe ju përforconi ata që kanë besuar. Do të thonë vjen një lloj force që Allahu subhanahu wa taala dërgon domethënë tek robërit duke i deleguar domethënë engjëjt. Kështu që për neve është edhe prehje edhe përmbushje edhe rahatllëk edhe lutjet e engjëjve për neve. Domethënë sigurisht se fjala bie kur e bën të një punë të mirë, ja bën dikujt
dikujt të varfër në udhë dhe lutet për ty, edhe një është mirë që dikush bën një dua për ty. Pa më parasysh apo konsideron që ju ka pranë lutja apo jo. Thjesht vetë se dikush është lut për ty, një është mirë. E shënon Imam Buhariu Muslimi për Hurajrës, i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam thot: "Inal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi." Do të engjëjt lutën për juve derisa nuk keni dalë prej ibadetit, prej namazit kështu. Taqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdith. Edhe thonë Allah fale, o Allah mëshiroj përderisa nuk e ka prish. Domethënë nëse nuk ka prish avdesën apo nuk e ka prish me ndonjë mëkat e kështu me radhë. Kështu që engjëjt prania tyne, që kjo përforcimi, krahët e tyne, shtrirja e krahëve, përthakimi me krahët e tyne, po edhe lutja domethënë të engjëjve janë domethënë që na shoqënojnë, mirë po në veçantë kur ngjarja e jon pranë engjëjve është ngjarje me ilm. Wa inal alim la yastaghfiru lahum man fi samawati wal ardh. Për alimin, për dëshmin, bojnë istighfar shakon qiell dhe shako, domethënë to. Keni vëmendje. Në mezhliset e ilmit, kështu gjithu përshkrime. Ulemat, gjithu përshkrime. Ilmi, këto përshkrime. Kërejt që to për mujtë me kuptu që çfarë deklaratën Allahut në Kur'an ku thotë shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allahu ka dëshmuar që nuk ka ilah përveç Allahut. Allahu ka dëshmuar që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Kanë dëshmuar engjëjt, kanë dëshmuar dietarët. Ora, po kuptoni domethënë çfarë radhitje është. Domethënë çfarë radhit Allahu subhanahu wa taala domethënë pas dëshmisë së tij, edhe radhit dëshminë e engjëjve dhe dëshminë e ulemave. Kur janë njerëz që nuk dinë me përfitu prej burimeve të dijes, nuk dinë me i çmu burimet e dijes, nuk dinë me i mallnu burimet e dijes, edhe nuk i shohin me çketsy si ngjarje qiellore. E shohin fjala bie një burim dijes sikurse një profesor i një landës dynjas. Po absolutisht e shohin thjesht, domthon ka me moni diçka të shqibe dhe tu gazeta. Jo, nuk ka çështo. Ktu është një relacion tjetër. Ktu është një kuptim tjetër. Ktu është një anë e brendshme, një kuptimore shpirtënore që nuk e përshkruan domethënën asnjë gjuhë domethënën prej gjuhëve të kësaj dynjaje, kështu që engjëjt edhe njerëzit e dijes rrin përbri dhe mezhliset e elmit janë mezhliset e domethënën e engjëjve. Madje njeriu është i tillë që afrohet edhe ka një prani të engjëjve, edhe nëse është alim, edhe i dishëm vetëm me nisan. Jo domethënë nëse eventualisht ka dije enciklopedike ose nëse dijet e tij janë gjona ose ta mësua edhe akidin ose ta mësua edhe fikun ose ta mësua edhe hadithin kështu. Nëse është një, sikur që ka një hadith që shohim Buhariu Muslimi pi Aishës radhiyallahu anha, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'a as-safarati al-kiram." Ai cili mëson Kur'anin edhe mëson mirë, edhe memorizon mirë, është me engjëjt e dalluar të Allahut subhanahu wa taala, është me engjëjt e nderuar. Domthonë ka një lloj ka interpretim pasaj shtybe kjo ka më kon me engjëjt, ai rrin do me laçi afër këtij që mëson Kur'anin, a ku të rinjallën të xhigimit ky dahet si në veti bashkë me engjëjt, ka interpretime nuk po du me hitat. Domthonë e ka një lloj veçantie në praninë e engjëjve në jetën e tij veç shkaku domethënë e ilmit, wa mathalu alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alayhi shadid falahu ajran. Edhe njëri i cili lexon Kur'anin i bën hizmet, po nuk po mundet me po ka vështirësi, atëherë ai ka domethënë dy shpërblime. Kështu që në diskursin fetar ekziston një lloj ma'iyya, një lloj pranie që me ty është engjëlli. Ma'iyya është term gjuhën arabe që ne e përdormi për shumë tema, apo për shembull ma'iyya Allahut me neve, Allah është me neve me dijen e tij, me shikimin e tij, me dëgjimin e tij është më radh. Ekziston një ma'iyya e engjëjve me neve. Ka engjëjt domethënë janë domethënë afër neve. Ajo që kisha pas dëshirë me veçu, te kjo pjesa e ma'iyas, që engjëjt janë me neve, janë afër neve. Është hadithi që shënojmë Tirmidhiu për Abdullah ibn Mesudit, ku thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lish-shaytani lamma." Shejtani e ka një lloj cytje, një lloj frymëzimi, vjen edhe të fol. Thot, "Walil malaki lamma." Po edhe engjëlli e ka një lloj të folme. Domthonë vjen një far momenti, edhe domthonë e gjen që domthonë një far zoni o të fol. Është domthonë një lloj motivimi, ekziston një lloj këshilluesi, ekziston një lloj zoni pozitiv që ty një jetë shoqënon. Ka njerë hupaj, ka njerë afrohet, ka njerë janë një zonin pak ma shumë. Ka njerë janë një zonin, në më thonën, pak ma shumë. E shohim Imam Ahmedi dhe Abu Davudi, shohim të hadithi është sahih, prej Nawasim al-Sam'ani, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e merr atë shembullin, e merr një farë shembulli për udhën me perdët, haramet e kështu me radhë. Aty është një thirrës në shembull, thotë: "Wa da'if min fawqa as-sirat
Thot dhe ai thirrsi që ke përmi përmi domethënë rrugë, thot wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Është këshilluesi i Allahut që Allahu e lën në zemrën e çdo muslimani. Hasan al-Basri dhe shumë dietar thonë që ky këshilluesi i Allahut, këshilluesi i Allahut është një lloj engjëlli që i afrohet njerëzve të mirë. Njerëzve të devotshëm i afrohet një lloj engjëlli, edhe domethënë e frymëzon, i fol, e këshillon, e nal domethënë në kuptimin e ndalon kuptimin e këshillës, jo në kuptimin e urdhëresës, çkyzon për me të sforcu domethënë në rrugën e drejtë. Pse neve na duhet domethënë që kjo trajtesë? Neve na duhet vëllazëni që kjo trajtesë për arsye se na jena ata që na edukue të dispozitët e namazit me xhamat që s'ban me dalë në xhami nëse ke hungur hudur. Na jena ata që na eduku që s'ban me hungur çepëna me dalë pastaj namaz me xhamat, sikur që është në hadithin që shënon Muslimi pe Xhabirit, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Men kana min hadhihi shajarati al-muntinati fala yaqrabanna masjidana fa inna al-malaikata ta'adha bima yata'adha minhu al-ins." Do të kush hap prej këtyre pemëve, domethënë prej këtyre perimeve, hudrave dhe çepeve, mos vjen në xhami, thotë sepse engjëjt lëndohen, ju vjen keq, qysh lëndohen, domethënë njerëz. Tash, nëse engjëjt lëndohen prej kundërmimit të erave të disa perimeve, apo? Qysh mundën mu lëndu prej kundërmimit të gjunave tona? Qysh mundën domethënë me u largue shkaku i ndytësinave të mëkateve, domethënë tona, që i bie rënia mëkate dhe të jetuarit me mëkate, edhe përlyrja e fuqishme me mëkatet, e ka një rrezik për rreziqeve që të largohen engjëjt. Rrezik është kjo, se më mirë është sikur për shembull nëse dikush të largohet ty vetë pse duke kundërmuar herë, ndërkaq që ai është mirë më kanë avarteje në jetë për shkak të këshillave të tij, për shkak të dijes së tij, për shkak të përvojave të tij e kështu me radhë. Kur Sheikhul Islam Ibn Taymija e shpjegon hadithin që shënon Muhamedi ibn Buhari Muslimi për Abu Talhas, ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La tadkhulu al-mala'ikatu baytan fihi kalbun wala sura." Engjëjt nuk hinë me një shtëpi që ka qen edhe ka forafi. Nuk hinë me një shtëpi që ka qen edhe forafi. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah: "إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها." Nëse engjëjt që janë të krijuara, janë krijesa, nuk hekan me një shtëpi se u pengua kanë nga qeni dhe forafia, nga qeni dhe imazhet. Nëse imazhet dhe qend e pengojnë hyrjen e engjëjve në një shtëpi, thotë qysh mundet me hi njohja Allahut, dashnia Allahut, preja me përmendjen e Allahut, me një zemër të mbushur me qend të epsheve edhe figurave të epsheve. Domthon shpesh, domthon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e mormi, por realisht kjo është fati i madh me ndjekën dietar sikur se Sheikhul Islam Taymija të ngjashmit që me kuptu thelbin e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domthon shtëpia po aq që është dispozit që s'ban me pas figura dhe skulptura, po është domethënë s'dosh me pas ti domethënë skulptura dhe idhuj në zemër. Domethënë dikush ndoshta knena alhamdulillah tauhidin e ka në rregull, shpërfaqjen e fetarisë e ka në rregull, po idhulli vetpëlqimit mrena është shumë i madh. Ose idhull, domethënë e ka kthyr në përmendore në zemër, për shembull idhullin e epshit ose të lakmis ose të dominimit, edhe kështu më. E thotë Ibn Taymija thotë nëse nuk he me një shtëpi, vetëse ka figurë, vetëse ka qen, po çka thot mund të më kon kur janë qen të epshë, domethënë ato e gërsin llëkët e nefsit, domethënë që i ngjan domethënë sikurse e gërsin llëku i domethënë i qenve. Ose sikur që përmend Ibn Hajarin Fathul Bari kur shpjegon hadithin që shënon Muhamedi ibn Buhari Muslimi pe Abu Hurajra ku thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara. Thot kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit mos ti pengoje thot kushis vet. Apo me ka do hadithe shumë kërcënuese mi pengu kushive, apo? Ibn Hajari e përmend fjalën e Ibn Abi Jamrës ku thot nëse në shariat tu pas mur mes te dhe kushive, çka shumë do të më pas kujdes mos pengu kushive. Thot mes te dhe engjëve s'ka mur. Thot ai ki ma kushi se kushit ku jetoj tu. Engjëjt janë tot nejt afër, engjëjt që i ka deleguar Allah me armë nejt me ty. Thot ja, më shumë do të më të marrë, që lësani që si ban para kushive, me menut që po i ban domethënë ty pasën çka afër domethënë engjëjt e Allahut subhanahu wa taala. E rëndësishme me kuptuar që na me engjëjt jemi me një saf. Na me engjëjt jemi me një xhamat. Don pite Xhibril alayhis salam te poshtë deri te na kejt jena domethënë
robër të Allahut subhanahu wa taala, prandaj edhe ibadetet i kena ngjashme. Engjëjt që rrin sejdë, engjëjt që rrin ruku. Madje edhe tavafin, sikur që është hadithi, domethënë që shënjau Muslimi pe Enesit radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka bën domethënë në Miraj, kur vjen kur e gjen të Beitul Ma'murin, ku i tregohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që wa idha huwa yadkhulu kullu yawmin 70,000 malak la yudun ilay. Është aty ku bojnë tavaf domethënë të Beitul Ma'mur 70,000 engjëj në çdo ditë edhe nuk kthehen më kurr. Domethënë vesh një herë u bë shanse domethënë me i bë tavaf Allahut për Allahun subhanahu wa taala. Madje edhe në cilësi, sikur që cilësia e turpit për shembull. Domethënë ai na të ngjajshëm në ibadet, ngjajshëm, apo ngjajshëm edhe në cilësi, sikur që shohim Muslimi pe Aishës radhiyallahu anha, ku hyn Abu Bekr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rishlir, Omer rishlir, kur vjen Uthmani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur mbulohet edhe rregullohet pak për me e pritë, pastaj Aisha radhiyallahu anha i thot pse i dërguar Allahut, e pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ala stahi min rajulin tastahi minhu almalaika, a nuk do të më marrë për një burrit për të cilit kanë marrë engjëjt, engjëjt në shej respekti dhe nderimi kanë marrë domethënë për një njeri domethënë të mirë. Se përket asaj që besojmë tek engjëjt, ne besojmë tek engjëjt besim të gjan, kuptimin e shumë hollësive, mirë po ajo është do të me konkretizu për arsye të domethënë se është temë shumë e gjan, tre engjëjt kryesor dhe roli i tyre, domethënë tre engjëjt kryesor, të trijat rolin e kanë me jetën. Domethënë Xhibrili e ka me jetën e zemrës, sepse vjen me shpallje. Pastaj Mikaili e ka sërish e ka me jetën sepse është i përgjegjësi i shiut. Prapë është jeta e tokës. Edhe domethënë Israfili prapë e ka me jetën sepse i frynsurit për më kthy jeta e domethënë e amshëm. Në tre engjëjt kryesor, roli i tyre ka të bëjë domethënë me jetën e njerëzve. Sigurisht se Allah na ka folur për engjëjt të tjerë në Kur'an, për shembull na ka folur thotë wanadu ya maliku liyaqdi aleyna rabbuk. Dhe thrasin banorët e xhenemit o Malik, let na i merr Zoti ja domethënë shpirtat, domethënë Maliku është domethënë roja e xhenemit, është na ka folur Allahu subhanahu wa taala edhe për wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ju keni disa engjëj që ruajnë edhe shkruajnë domethënë shkrues të nderuar që e dinë atë çka e bani, domethënë engjëj të cilët domethënë i shkruajnë veprat e robit. Na ka folur Allahu azza wa jalla lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allahu subhanahu wa taala thotë ka disa engjëj që rrin përpara dhe mbrapa, ju ruajnë prej kaderit edhe asaj që ka shkruar Allahu. Domethënë vin momente të caktuara, nuk di ç'ish pështove. Janë disa engjëj që Allahu subhanahu wa taala enka domethënë për shpëtimin e njerëzve, këtë sidomos njerëz të vren me fëmijë. Sidomos domethënë e vren me fëmijë, domethënë se si Allahu subhanahu wa taala i ruan fëmijët nëpërmjet tyre, domethënë engjëjve. Pastaj është domethënë Melekul Maut, engjëlli i vdekjes. Pastaj janë Hamalatul Arsh, ata që e bartin arshin e Allahut. Pastaj janë engjëjt e përgjegjës të zjarmit të xhenemit, Az-Zabaniya, që janë domethënë 19. Edhe domethënë engjëjt që janë përgjegjës domethënë për xhenetin. Pra vështirë domethënë 10 kategori edhe lloje të engjëjve kryesore. Krijimi i tyre. E para, besojmë që janë të krijuara përpara njerëzit. Janë të krijuar përpara njerëzve. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kur Allahu i tha engjëjve, unë po e bëj një mëkëmbë në tokë, domethënë vetë se kanë ekzistuar engjëjt. Realisht kjo pjesa kur engjëjt e pyesin po e bën diçka që bën fesade, kështu më radh, ka një farë interpretimi më të gjon. Mirë po domethënë nuk po hi aty. E rëndësishme që është me kuptuar që engjëjt e kanë ditë që janë shumë krijesa të veçanta. Edhe kanë prit ndoshta sipas disa mufesirëve ato me pas këtë rol të mëkëmbjes. Mirë po kjo që Allahu neve na ka bë, kjo neve na shton më shumë përgjegjësi. Mund të kanë engjëjt kaq të veçantë, edhe Allahu nuk e ka dhënë aty në përgjegjësi, por ne ka dhënë neve përgjegjësinë e mëkëmbjes, edhe Allahu ka dashur mi kallëzuar engjëjve që kjo është i denj. Mund të mësua Ademe se na më tu sfidoj engjëjt, këtë kjo si ngjarje ka të bëjë me pa engjëjt që ky është meritor, domethënë për me pasën rolin e mëkëmbjes. E dyta janë të krijuara nga drita, sikur se shehim Muslimi pe Aishës radhiyallahu anha, khuliqatil malaikatu min nur. Engjëjt janë krijuar nga domethënë drita, domethënë lënda e parë e krijimit është dritë. Ama janë tash dritë, sigurisht se njeriu që lëndën e parë ka bal, po tash apo bën bal, domethënë kjo është ajo që ne na shtem. Domethënë lënda e parë është domethënë drita. E treta janë të krijuara me krah dhe flatra. Thënë me krah kena përshtatën pikërisht domethënë atë që na e dimit e koncepti i flatrës, i
Do thonë i flatrës, sigurisht do të thonë ka përmend Allahu subhanahu wa taala në surën Fatir në ajetin e parë. E katërta, edhe engjëjt në ditë vdesën. Edhe engjëjt në ditë, do të thonë nuk janë të përjetshëm. Nuk janë, do të thonë, të përjetshëm, kullu shay'in halikun illa wajha. Gjithçka ka më shkatruar përveç ftyrës së Allahut subhanahu wa taala, dhe Allah zgjo këtë shkatror e këtë limen el mulku al yawm lillahi al wahid al qahar. Kuna i takon do të thonë sundimi sot. Allahu vetë deklarohet që i takon Allahut që është një dhe është një poshtës. E pesta e kanë një krijimtari madhështore. Do thonë si krijesa, jo vetëm që janë domthonë të veçanta, po janë edhe madhështore për ka pjesa e dukjes edhe e fizionomisë, nëse kena me të drejtë me përdor si domthonë si tem ghiladun shidad, Allahu i ka shkruar si të ashpër. Ose kur ka fol për xhibin dhi quwa, ka thonë ka kuvet shumë, ka forcë, ose për shembull kur e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se shohim Muslimin në hadithin e Aishës, thotë e kom pa thotë vetëm 2 herë, thotë të ardhur pi qiellit, thotë sadan idhamu khalqihi ma baina as-samai ila al-ard, thotë madhështia e krijimit të tij, vetëm me Xhibrilit, thotë kur ka ardhur pi kanë e qiellit, thotë nuk ka mujt më me pa qiellin. I ka mbuluar domethënë horizontin vetëm një krijesë e Allahut subhanahu wa taala, ose që është në hadithin e Abu Davudit që al-Hafidh ibn Hajar thotë hadithi është sahih, prej Jabir ibn Abdullah ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë më zhdon leja për me kallzu për një engjëll për engjëve që e bart arshin e Allahut subhanahu wa taala, thotë vetëm ndërmjet shpatës edhe pjesës së fundit të veshit, thotë është domethënë udhtim prej domethënë mesiratu 700 am, është një udhtim prej 700 vitesh, domethënë vetëm një pjesë e madhështisë së kësaj krijese, ose për shembull pjesa e madhështisë së engjëve, sikur që është hadithin që shema Muslimi prej Abdullah ibn Mesudit, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idhin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. A ditën e gjykimit sillet xhehenemi, edhe i ka 70,000 kapistra dhe në çdo kapistër janë të tërheqë xhehenemin 70,000, domethënë xhehenemi që Allah e gjuan ta dillin edhe hanën, domethënë çka të tërheqin domethënë engjëjt madhështor të Allahu subhanahu wa taala. Çu shadut me menuna, për shembull të kjo pjesë e madhështisë, imagjino domethënë një engjëll mukonën i deleguar ditën e gjykimit për me të përsekutuar, për mos bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. E pesta, e gjashta nuk kanë gjini, e shtata nuk hajnë, nuk pinë, e teta mund të personifikohen sikurse mund të personifikohen sikur që ka ndodhur me Xhibrilin alayhis salam, që është personifikuar në formën e Dihya el-Kelbit ose në formën e atij nomadit kur ka ardhur hadithi, domethënë e Xhibrilit. E përmendëm më herët vllazëni që rrin afër. Kur rrin më shumë ti afër engjëjt? Kur rrin më shumë ti afër engjëjt? Është një transmetim e Buhari's, domethënë me një shtëpi ku lexohet Kur'an, rrin engjëjt. Në një shtëpi ku nuk lexohet Kur'an, rrin shejatinët. E shënon Imam Muslimi prej Usaid ibn Khudairit, kur një herë ka qenë duke recituar Kur'an, edhe domethënë e ka pasur se si, domethënë teksa po reciton natën Kur'an, një zhurmë me kalit të tij, domethënë po e shqetëson, një herë, dy herë, derisa e ka ndërprer leximin se ka pas frikë në mos bëhet fjalë për një trazim të kalit që mundet me ia dëmtuar domethënë familjen, edhe pastaj kur kom dalë, e kom po një lloj reje, një lloj hije duke shkuar drejt në qiellit, masi e kom dalë leximin e Kuranit, e pastaj i ka kallzuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë tilka al-malaikatu kanat tastami'u lak walau qara'ta la asbahat yaraha an-nasu ma tastatiru minhum. Sot kanë qenë engjëjt e Allahut, kanë ardhur me të ngu, të lexu Kur'an. Sot më bëmë me pas vazhdu, kanë pas, domethënë me ne idej mëngjes edhe mi pa edhe njerëzit. Domethënë një prej rrugëve se si shtohet prania e engjëjve, ju në kuptimin që ne e kërkojmë, ne e bëjmë për Allahun, po pastaj ato vinë, është domethënë ku mbulohemi edhe dominohemi në jetën tonë, familjen tonë, shtëpitë tona me Kur'an. Dominon domethënë jetën tonë, domethënë Kur'ani, libri i Allahut, dhe rrjedhimisht njerëzit që jetojnë me shumë Kur'an e kanë një rahati tjetër. Ajo është domethënë diçka e pamohueshme. Kushdo që jeton shumë me Kur'anin, e ka një lloj rahatie, është pa sigur se rahatia që i përmendëm për mezhlisën e ilmit, që është tek ulemat tek shtumrall që ekziston një lloj prehje dhe një lloj pranie që Allahu subhanahu wa taala lëshon domethënë nëpërmjet engjëve. Si dhe besojmë në librat hyjnor. Domethënë, këto engjëj, një prej obligimeve kryesore që vjen Xhibril alayhis salam me e krye shpalljen, me e sjell tek njerëzit shpalljen e Allahut subhanahu wa taala, domethënë zbulesën hyjnore. Atë që Allah do më thonë njerëzve, Allah nuk ja thot njerëzve drejt. Se njerëzit janë shumë të vegjël edhe shumë të padenj me komuniku drejt për drejt me Allahun subhanahu wa taala. Domethënë është e pamujshme për njerëzit, ndërkaq është e papërshtatshme për madhështinë e
Allahu subhanahu. Dhe Allahu kriju fol njerëz, u fol në mënyra të veçanta. Dhe një prej mënyrave të veçanta është nëpërmjet domethënë engjëjve dhe duke i zgjedhur njerëz të veçantë që janë domethënë pejgamberët e Allahut subhanahu. Domethënë besojmë se Allahu i shpall libra, fletushka, broshura domethënë njerëzimit nëpërmjet profetëve. Besojmë që bëhet fjalë për fjalë të Zotit, domethënë i ka thënë Allahu çashtu. Nuk janë hikaje. Nuk janë narracion. Domethënë nuk ka diçka tjetër te Allahu dhe engjëlli na rrëfen çish i bie. Jo, na rrëfen, na e thot të njëjtën çka ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Na i thot të njëjtën eksakt çka ka thonë Allahu, domethënë i madhreshëm. Besojmë që librat e Allahut thonë të vërtetën, besojmë që nuk bin kontradikt me njëra tjetrën, besojmë që duhet t'i pasojmë dhe t'i nënshtrohemi, besojmë që librat e mëparshëm i ka prek dora e njeriut. Ne besojmë si libra në përgjithësi, mirëpo besojmë një herë që dora e njerit i ka prek dhe rrëdhëmisht ne nuk besojmë në falsifikimet që kanë ndodhur, mirëpo besojmë në librat e Allahut. Besojmë në atë që ka shpall Allahu subhanahu wa taala, min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'i. Hebrejt i prekin domethënë librat e Allahut subhanahu wa taala, saktësisht librat e mëparshme, dhe ja kanë ndrua ajeteve domethënien vënë kështu më radh, ndërkaq Kurani është domethënë i garantuar që nuk preket si zbulesë përfundimtare, nga që domethënë është e fundit, edhe nuk ka domethënë pas Kuranit diçka që ka vënë me plotsu nevojën e njerëzve për shpallje. Nuk ka diçka që vjen me plotsu dhe rrëdhëmisht për këtë arsye nëse mundi më e pa në çfarë përpikmëri është Kurani dhe Suneti. Kjo nga që është urtësia e Allahut subhanahu wa taala që me këtë më përmbyll misioni i njeriut në tokë. Domethënë me umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me zbritjen e Kuranit, me dërgimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me këta njerëz që janë den sot edhe tutje den ditën e fundit, përmbyllet më misioni prej kur është krijuar domethënë njeriu. Ndaj këtu do të më pasë një konsiderat që na shpesh e harrojmë këtë përgjegjësi që e kena në raport me Allahun. Domthon keq e muhabet, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Unë po e bëj një mëkëmbës në tokë, ju ka afruar misioni kafuni. Pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë jam dërguar unë dhe kiameti shumë afër. E imagjino domethënë e ka thonë jam shumë afër, ndërkaq që e ka thonë për animin e 400 sa viteve. Imagjino domethënë na sa afërin në kuptimin më të përmbylljes së misionit të njeriut në tokë. Edhe rrëdhëmisht domethënë çdo ditë më afërin domethënë ndales para Allahut subhanahu wa taala. Besojmë që Kurani është vërtetuesi i asaj që ka qenë më përpara, wa musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab. Ka ardhur me vërtetuar që ka qenë më përpara tek shpalljet e mëparshme, si dhe besojmë që është shfuqizues i shpalljeve të mëparshme. Në kuptimin që ato nuk janë të vlefshme në kuptimin e të qenit që na kërkohen, thjesht i besojmë besim të përgjithshëm, ndërkaq që ajo që ne na kërkohet ajo që ka shpall Allahu subhanahu wa taala në zbulesën e fundit. Wa anzalna ilayka kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alej, ta kemi zbrit ty librin me të vërtetën dhe që vërteton atë që ka më përpara, po edhe i shfuqison. Po edhe domethënë është dominues kundrejt domethënë tyre. Në mënyrë të hollësishme besojmë në fletushkat e Ibrahimit alayhis salam dhe Musait alayhis salam. Në mënyrë të hollësishme besojmë në fletushkat e Ibrahimit alayhis salam edhe të Musait alayhis salam, inna hadha la fi suhufi al-ula, suhufi Ibrahima wa Musa. Kjo është tek fletushkat e para, tek fletushkat e Ibrahimit edhe të Musait. Besojmë edhe në Teuratin që i shpall Musait alayhis salam dhe përbën, nëse mund të them, kumtesën edhe proklamatën e Ben Israelve. Përbën sepse ajo ka është shpall, po pastaj Allah i ka shpall në vazhdimsi profetëve të Ben Israelve dhe kjo si tërësi përbën Teuratin. Si tërësi përbën Teuratin. A ka zbrit shumica të një profet e këtu detaje, këtu janë, domethënë, si identifikim është libri i Musait alayhis salam, po si identifikimi i përgjithshëm është piti Jakubi alayhis salam deri te domethënë te Musa alayhis salam, sepse kur ka ardhur një profet e ka anuluar një dispozitë më parshme, ka vazhduar një tjetër, e kështu me radhë, dhe këto janë ato që konsiderohen me gjuhën e pas ndryshimit, domethënë të dhjatës së vjetër, duke përfshirë edhe si libër të veçantë domethënë Zeburin, që është shpallur Davudi alayhis salam, që edhe është i Ben Israelve. Mirë, po ajo me gjuhën e pasndryshimit që quhet tash psallmet, është kryesisht lutje, është kryesisht dhikr, kryesisht domethënë fraza ku i thurën domethënë lavdrime Allahut subhanahu wa taala, wa atayna Davuda zabura, dhe Davudit ja kena dhënë domethënë Zeburin, edhe Injili që është domethënë që është zbritën Isait alayhis salam, edhe Kurani që është zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Duhet me potencioni të vërtetë. Kujt i mbrin Kurani? Kujt i mbrin Kurani? I ka arritur paralajmëruesi. I ka mbrin ai që ka tërheqë vërejtjen dhe është shpalosur argumenti që nuk ka arsyetim në ditën e gjykimit. Është qartë?
Domthon kjo ideja që njerëz duhet të më bë doktor shkencë është Kuranit, e mësojna më thon ky mos ka arsye ndonjë, nuk qëndron. Li unzirakum bihi wa man balagh. Ka ky Kur'an, më autoresh vetën juve dhe kuna tim rrije. Çtu ka thënë Allahu Azza wa Jall, domethënë në surën Al-A'raf. Domethënë ka ky Kur'an juve dhe kuna tim rrije. Kështu që çysh i bie me mrrin. Domethënë, për dikant në vëllezër, arritja e Kuranit është domethënë e di dikush që ka një Kur'an, e di që Zoti shka ka thënë Kur'an, edhe ai s'do me besu. Ai do me lezu 200 libra mu bind vërtetën e Kuranit. Ai s'ka arsye në ditën e gjykimit. Është qartë? Li undhirakum bihi wa man balagh. Kuna i mbrin ky Kur'an, i kam rrimë para lajmëruesit. Ju kanë asgjësuar më arsye mundësitë e arsyetimit. Ndaj Qatada për fjalën e Allahut, sikur se shohim Abdurrazzakin, për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë balighu anillahi faman balaghathu ayatu min kitabillahi faqad balaghu amrullah. Kallzoni njerëzve një ajet për Allahut dhe kuna i mbrin ajeti i Allahut, i ka mbrit çështja e Allahut. Për shembull, nëse një njeri edhe si laik, edhe si jo fetar, e merr vesh një shikim i alshëm Kuranit, e vëren që dominon tema e tauhidit që duhet të madhuru vesh një Zot. Çish mundu të thonë dikush për shembull, më kam mbështjell më mesela që kuna do të më kushto adhurimin. Është e qartë? Ose për shembull profecia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull profecia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thuaj se është temë përbotshme më. Mund të edhe fjala bie edhe me një aeroport diku ku diun ç'është botës mu falën njerëz thonë ku kanë musliman. Mundi ose si po falësh, ekziston një lloj përfitimi. A mundon njerëz me ditë detajet? A mundi na për shembull me fol 5 orë me dikë me ai para gjykimit për shkak propagandës së kohës së sotit kundër Islamit, është temë shumë tjetër. Në anë të vol ai ka mrri argumenti shpalosës. Ajo është shpalosur ajo që ai duhet me ditë, po ju ka mrri njerëz. Kështu është domthoni pjesë e rrezikut që duhet me pas në konsiderat që shumë njerëz në familje e relativizojnë udhëzimin e tyne, duke ndoshta konsideruar që thjesht s'din, ndoshta e kanë keq kuptuar, e ka keq interpretuar, e kanë manipuluar ku diçka, mirë po nuk ka arsye para Allahut. Subhanallahu thot Abdullah ibn Abbas, sigurisht e shon ibn Abi Hatim, thot men balagha al-Quran fa huwa lahu nadhirun min an-nas. Kuna i mbrin Kurani, është sikur se mi pasfol dikush. Sikur se mi pasfol, domthon dikush, domthonën prej njerëzve, dikush tjetër Muhammed ibn Ka'b i-Selefi thot për çka liundhirakum bihi wa man balagh, lajmëru me këtë Kur'an, kuna ti mrrije, thot man balagha al-Quran fa ka'annama ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kallama. Thot kush kuna i mbrin Kur'anin, sikur se me pas taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me pas fol. Shembull, a mundosh me menu dikush shembull që në Mekë ka gjas, më kanë arsyetum që se ka besu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tu kanë gjallë. Mani ka u kanë pejgamber, që dynja ka fol për to, pse si shku me vet. Pse ja kinu veshëm, pse si e interesu. Domthon sot një lloj kufri që kanë njerëzit, domthonën është kufri mos interesimit, kufri i madh që ti si bot von. As nuk i intereson, as nuk ka ti bë von, domthonën për më shumë domthonën me morën të vërtetën. Muqatili thot men balagha al-Qur'anu min al-jinni wal-ins fa huwa nadhirun lah. Kuna do pinjar apo gjinëve që i mbrin Kur'ani, i ka ardhur domthonën para lajmëruesi, domthonën përfundimtar Imam Baghawi thot yani men balagha al-Qur'an min al-ajam wa ghayrihi min al-umam ila yawm al-qiyamah. Kujdo që i mbrin Kur'ani, qoftë pe arabëve, qoftë pe jo arabëve. Shumë s'ka dikush më thon po Kur'ani ama ata e morin vesh se thotë jo, domthonën kuna do që i mbrin Kur'ani edhe prej ajamëve, prej jo arabëve, thot kjo vlen domthon deri në ditën e gjykimit. Për fund shohim Muhamedi ibn Sa'id, Sheikh Shuaib thotë hadithi sahih për Abdullah ibn Mas'udit, thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi azza wa jall malaikatan sayyahin fil ard yuballighuna min ummati as-salam. Thotë Allahu azza wa jall i ka disa engjëj që shëtitë, sayyahin, pikërisht që ka dhe sot domethënë emrin turistin në gjuhën moderne arabe. Domethënë që shëtitën shumë na për tokë, yuballighuna an ummati as-salam. E kanë për detyrë me pru selamin e ummetit tan. Kudo që e gjojnë që dikush po çon salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja çojnë selamin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu që më e shpeshtu salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe e dyta, rrini sa më shumë në ambientet e ilmit edhe dhikrit, sa më shumë me vllazni, sa më shumë me mezhliset xhairit, nëse doni rahati. Një pjesë e rahatisë që ju mungon vllaznive të udhëzum. E sidomos disave që janë lodh për mezhliseve të xhairit, disave që janë lodh prej dersave, disave që janë lodh për vllaznive, disave që janë lodh për xhamia dhe për mektebe dhe konsiderojnë që boll kemë çatu tema, apo? Një pjesë e rahatisë që mungon sepse janë largu aty ku në burim i rahatlëkit, ku do që shkojnë s'është më. S'ka shans teorike, më kon dikun tjetër vetëm mezhliset e ilmit, e shohim Muslimi pe Buhari sallallahu alaihi wasallam la yaq'udu qaumun
yadhkuruna Allah ta'ala illa haffatuhumul malaika. Nuk ka njerëz që mbledhen me përmend Allahun, vetëm mbështjellën nga përthakohen nga engjëjt. Wa ghashiyatuhumur rahma, wa ghashiyatuhumur rahma. Edhe përfshihen nga një rahmeti i Allahut subhanahu wa taala. Wa nazalat alayhimus sakina, edhe ju zbret një lloj qetësie. Nuk thot e fitojnë, ju zbret, më lënë në kuptuar që është diçka qiellore. Me kuptuar që bëhet fjalë që vjen domthon prej nalt, wa dhakarahumullahu fi man inta, edhe kam i përmend Allahu këta njerëz atje tek ai te baraka taala. Elo sallallahu azza wa jalla sitsin mejlis të ilmi që na mëson Allahu me shpjegoj fenë e tij, këtë to janë përmend hadithe, me na lumturua dhe me na begatua Allahu me to, dynjën e ahiret. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.